Ministri i Punëve të Jashtëm Ferit Hoxha ka qenë i pranishëm në edicionin e 5 të Forumit të Diplomacisë të Antalyas më 17-18 prill. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Hoxha ka folur për pjesëmarrjen e tij, duke i cilësuar këto 2 ditë shumë produktive. Ministri i theksoi se diplomacia është mjek i kryesor për paqe dhe se Shqipëria është e përkushtuar për bashkëpunim rajonal e për një të ardhme të përbashkët evropiane. Pata 2 ditë të plota dhe shumë produktive, të cilat ofruan një mundësi të shkëlqyer për zhvillimin e shumë takimeve dypalshe me partner në rrugën e antarësimit në BE, duke rikonfirmuar angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për bashkëpunimin rajonal e për një të ardhme të përbashkët evropiane. Hoxha mori pjesë gjithashtu në platformën e paqes për Ballkanin, një nismë e ndërmarrë nga homologu turk, Hakan Fidan. Gjithashtu mora pjesë për herë të parë në platformën e paqes për Ballkanin, një nismë e ndërmarrë nga ministri i jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, e cila synon forcimin e dialogut rajonal dhe promovimin e një kulture paqeje në rajonin ton. Ministri u shpreh se diplomacia mbetet instrumenti kryesor i stabilitetit dhe vetëm përmes bashkëpunimit të qëndrueshëm, dialogut strategjik dhe përgjegjësisë kolektive dhe sipas tij mund ta kthejmë pasigurinë në stabilitet dhe të sigurojmë një paqe të qëndrueshme, duke investuar në një të ardhme më të mirë për të gjithë.